Mirë se erdhet në Rezën tonë, do të flasim për tretjen sot. Shumë njerëz ankohen për tretje të dobët, të fryrjen, kapslokun, këto probleme shqetësimet pasi ushqehen. Dhe mbase mund t'i konsiderojnë si probleme të vogla, por ne do të gjejmë sot shkakun e një problemi që mund t'jetë edhe më i madh. Shohim fillimisht e kemi apo jo Altinin në linjë. Altin, të përshëndes. Edhe unë ju përshëndes, faleminderit për ftesën. Sot kemi vendosur të flasim për tretjen, edhe naturopatia Dega që t'i mbulon me aq profesionalizëm, thotë se tretja është themeli i shëndetit. A është vërtet stomaku pika nga ku nisin shumë probleme shëndetësore dhe serioze? Në qoftë se do ta nisim nga tretja, unë mund të them që tretja fillon pikërisht me këtë mjet që ne po flasim. Pra ne po flasim nëpërmjet gojës, aty ku fillon biseda, pra në gojë fillon tretja. Sepse goja është si porta e një shtëpie. Është porta e jashtme e një shtëpie private dhe dhëmbët që ne kemi janë si një mulli të cilët coptojnë ushqimin në copa dhe e çojnë drejt kuzhinës për të gatuar. Dhe është pështyma që është salca që hidhet këtij ushqimi nëpërmjet enzimave që të fillojnë pikërisht punën aty. Dhe aty fillon pikërisht edhe tretja jonë. Pra, në qoftë se kjo nuk funksionon, pra kjo lloj përtypje në gojë, atëherë stomaku nuk merr një lloj telefonate ose një mesazh që para përgatitet që po i thuhet, po vi me ushqimin e gatshëm, ndaj përgatitu. Kur hahet me nxitim, kur nuk përtypet mirë, është si të çosh drunj të mëdhenj në një sopë të vogël dhe soba nuk ka për të ndezur, do krijoj presion, do krijoj tym, sepse do bllokohet dhe do mbytet. Tretja fillon në gojë dhe jo në stomak, sepse nuk është thjesht një hyrje, por është një organ aktiv tretës. Sepse tham, dhëmbët bëjnë coptimin, pështyma përmban amilazën, lipazën, substanca antibakteriale, dhe pastaj vjen sinjali nervor nëpërmjet nervit vagus, i cili aktivizon stomakun të para përgatitjet që të presi këtë ushqim. Cila quhet përtypje e mirë sipas teje? Po pse naturopatia tani thotë që stomaku është më i rëndësishëm? Sepse gabimet në gojë janë funksionale. Pra thjesht është përtypja e shpejt, stresi që mund na krijojë, ndërsa gabimet në stomak janë sistemike. Aparati tretës është porta kryesore ku ndodhin 3 gjëra vendimtare për ne. E para është bariera, që është mukoza acide, domethënë, përgjithësi enzimat, bila, që vendosin çfarë lejohet të kalojë në trup dhe çfarë nuk lejohet. E dyta është mikrobioma, e cila ndikon në prodhimin e metabolitëve dhe sinjalizimeve nervorëve, edhe që është baza kryesore e trajtimit ose e forcimit të sistemit imunitar ose mban sistemin imunitar, dhe është sistemi imunitar që është grumbulluar masivisht në zor, të cilët gjenden indet imunitar të zorëve. Prandaj tretja është themeli, sepse i prek të gjitha, nuk është thjesht një lloj slogani mund të themi ose një lloj organi. Është shumë më e theksuar se këto. Në këtë drejtim. Shiko, më përmende pak, tretja fillon në gojë, në mënyrën se si ne e përtypim ushqimin. Cila do konsiderohesh një përtypje e mirë? Se ka njerëz që thonë mirë përtyp e gëlltit ashtu siç duhet ushqimin. Ka njerëz që ushqejnë shumë shpejt dhe kjo mund të jetë një ngrënë emocionale dhe përtypja nuk realizohet siç duhet, nuk coptohet ushqimi siç duhet dhe kjo kalon më pas në stomak. Po. Atëre e para ne nuk duhet të ushqemi kur kemi stres. Në moment që kemi kaluar një debat me dikë, kemi krijuar një problem apo jemi të mërzitur, atëre ne nuk duhet të konsumojmë ushqimin. Të paktën për ato minuta, sepse niveli i kortizolit ton, niveli i metabolizmit ton po ndryshon jashtëzakonisht shumë. Rrafjet e zemrës të gjitha. Dhe nga ky presion i stresit që ne krijojmë, e para nuk kemi për ta shijuar të ushqim, e dyta kemi për ta kaluar shumë shpejt të ushqim, e treta nuk do jemi të përshtatur midis mendjes dhe tretjes, sepse mendja jon funksionon në vend tjetër. Edhe kur marrim telefonin para, ose edhe kur shikojmë ekranet dhe ne konsumojmë. Am pa vetdije. Në këtë rast, e tretja është më e dobët, sepse dhe niveli enzimatik që prodhohet, sepse do të shtyhet nga niveli i sistemit nervor, fijet nervore të cilët komandojnë dhe të stomaku dhe japin sinjale, po ashtu edhe të dhëmbët. Tretja ushqimi duhet ngrënë me copëza të vogla, se kjo është shumë kryesore. E dyta nuk duhet ngrënë shumë i nxehtë, e treta nuk duhet ngrënë shumë i ftohtë, sepse patjetër që dëmtojnë edhe problemet e mukozës, edhe gjuhën, edhe dhëmbët, edhe tretjen, por duhet
duhet konsumuar gradualisht, pa marrë shumë ajër, që mos futet shumë ajër në trup, sepse pastaj krijon dhe disa probleme në stomak, pa edhe gazra, dhe kujtojnë se kur i kemi nga problemet e ushqimit ose nga i treti jo e mirë, dhe duhet ta ripërtypim mirë ushqimin. Duke ripërtypur mirë që ajo të jetë bërë një formë një pelte dhe jo të copë që ne ta kaloj në fyt. Jo, të pelte se mbase të konsumojmë lëng se konsumojmë s'bëhet kur ajo, se mund të ham diçka të fortë, mund të ham një copë mish, po nëse ne ham një copë të madhe mish dhe kalojmë një herë dhe jemi të uritur, atëherë kjo do na dëmtoj. Prandaj kjo tretja është këto rregulla duhet zbatohen faktikisht për punën e një tretje më të mirë. Qartë. Ose të mos kemi problem tretje. Pse shumë njerëz kanë tretje të dobët? Çfarë është një tretje e dobët? Si duhet ta ndihmojmë pastaj trupin? Cilat janë ato pasojat edhe çfarë shkakton? Sepse jo vetëm përtypja, fillojnë dhe probleme të tjera që mund ta i thonë. Atëherë ne duhet të kuptojmë. Imagjinoni tani një fabrikë që ka 4 stacione të përpunimit të një produkti. Në qoftë se me një stacion nuk bëhet produkti mirë, pra nuk mbarohet procesi ose ngadalësohet, produkti deli pa përfunduar në rregull. Dhe kështu që bëhet problem sado që 3 stacionet e tjera të janë në rregull. Dhe këto 4 stacionet janë. Stacioni i parë është pjesa e gojës. Kur përtypja është e dobët atë që tham, atëherë ne do kemi rëndesë, fryrje, gromësi, lodhje pas ushqimit, sepse stomaku detyrohet të kompensojë atë që duhet ta bënte goja. Çdo organ në trupin tonë duhet bëj procesin e vet. Stacioni i dytë është stomaku. Kur acidi pepsina dhe acidi kloridrik fillojnë tretjen e niveleve të proteinave, duke u kombinuar me nivelin e enzimave, kjo është një hallka më e dobët. Ushqimi mund të rigjatë kur ne kemi mungesë enzimash, kur ne kemi konsumuar keq edhe nga përtypja. Mund të krijojmë presion dhe gazra, mund të ngjitet madje lart ky lloj presioni, mund të na fillojë edhe një formë djegje, dhe shumë mund të arritet edhe aciditeti. Dhe patjetër mund të kthehet edhe mbrapsh. Stacioni i tretë i kësaj fabrike është bila dhe pankreasi, kur ushqimi përpunohet shumë imët, fillon dhe grimsohet fare, kur yndyrat treten në bil nëpërmjet enzimave të pankreasit dhe përfundojnë shpërbërjen e tyre. Dhe kjo vuan në përgjithësi kjo hallk, në qoftë se të dy hallkat e para kanë një problem. Dhe kjo do ka për ta dhënë feçen e ndyshme, mungesë vitaminash, problem në lodhje ose në rënien e energji, pa rehati pas 30 ose 60 minutash pasi ne kemi ngrënë ushqim. Dhe stacioni i katërt mund të themi që është zora, e cila bën gjithë përthithjen dhe bashkëtesa e saj me mikrobet, pra me mikroorganizmat e tjera, bëhet një ekuilibrim. Në rast se ky është i çekuilibruar gjithë kjo situatë, atëherë intoleranca, nëse do kemi probleme intoleranca, mungesë enzimatike, një disbioz në zor, do kemi probleme me kapslëkun, do kemi probleme me inflamacionin, do kemi probleme me dhimbjen, do kemi probleme me fryrjen, pra do kemi probleme edhe me intolerancë, kështu që problemi nuk është që ne duhet të faqësojmë ushqimin. Problemi është sepse trupi nuk po e përpunon mirë. Pra kemi këtu në këtë rast, ne kemi një tretje të dobët. Dhe tretja fillon që nga goja dhe vazhdon në 4 stacionet kryesore. Kjo nuk është një sëmundje, është një sistem që është i disbalancuar dhe jo i mirë funksionuar. Prandaj nuk mund të trajtojmë stomakun thjesht si një thes ku ne konsumojmë, por duhet ta trajtojmë si një laborator kimik, kur proteinat duhet shpërbëhen në kohën e vet, ushqimi duhet të qëndrojë në kohën e vet dhe nuk duhet të qëndrojë më gjatë ose më pak. Duhet bëhet fermentimi i mirë që mos kemi probleme gromësitin e tjera, duhen vrarë patologjenët se stomaku vret dhe pjesën e patologjenëve që mos ekzistojnë për të kaluar në zor nëpërmjet acidit të tyre, prandaj edhe kanë. Pikërisht acidi do doja të ndaleshim tani, sepse edhe acidi në stomak luan një rol të rëndësishëm në tretje apo jo. A ka disa shenja apo simptoma që tregojnë mungesën e këtij acidi në stomak dhe a ndodh që të kemi djegje të stomakut edhe kur aciditeti në të është i ulët? Është një gjë. Djegja nuk është, djegja mund të them është një lloj alarmi që jemi në një familje ose jemi në një hotel dhe ka rënë zjarri në korridor. Por faktikisht zjarri ka rënë në korridor dhe ne ndodhemi në vend tjetër. Baza kryesore e saj është ezofagu. Shumë njerëz kujtojnë se kanë problemin e djegjes në stomak. Por kryesorja është pjesa e kapakut, ose galixhanit, ose sfinkeri që quhet. Ai nuk është mirë, pra nuk është në rregull, dhe ky ka një problem që e rikthen. Nga ana tjetër, kur kemi një presion nga poshtë në stomak, ose kur kemi një ezofag shumë të ndjeshëm, dhe djegja shkon aty ku nuk duhet. Pra jo gjithmonë mund të kemi acid në këtë rast. Faktikisht, si mund ta kuptojmë ne që kemi një djegje apo jo një djegje që është nga acidi që mund të jetë i ulët, mund të jetë i lartë. Po. Edhe pak acid në përmbajtje, pra mund të na iritojë, sepse ezofagu nuk është projektuar për të kontaktuar dhe për të përsëritur përmbajtjen e lëndëve gastrite që të kthehet. Pra, refluksi nuk është thjesht vetëm acid. Mund të jetë jo acid.
Shumë njerëz kanë simptoma sikur refluksin e tyre kujtojnë se është shumë acid. Por kjo mund vjen nga lëndjet e përzira, nga bila, nga enzima, nga ajri që ka marrë, nga presioni, nga refluksi që ne mund të kemi. Pra e gjithë kjo ne kujtojmë se vjen vetëm nga problemi i nivelit të lartë të aciditetit. Por ushqimi patjetër është shumë i rëndësishëm. Kur tretja në stomak është e ngadalt, rritet fryrja, rriten gazrat, rritet presioni abdominal dhe kjo të bën që të bëhet një shtypje lartë pavarësisht se sa acid ke. Pra ne duhet ta kuptojmë këtë gjë. Jo gjithmonë refluksi vjen gjithmonë nga acidi ulët. Sepse ka shumë raste të tjera të cilët kanë acid të lartë ose kanë acid të ulët dhe trupi, pra në argumentime që ne bëjmë, trupi se ne përjetojmë, ne kujtojmë se çdo gjë matet nëpërmjet analizave. Por trupi flet me simptoma, jo me analiza. Me analiza bëjmë ne. Dhe simptomat e acidit mund të mbivendosen. Si djegja, gromësira, fryrja, rëndesa që ne mund të kemi, apo shqetësimi ndoshta edhe në kraharor, këto nuk janë që mund të themi janë baza laboratorike. Këto janë ndjesi subjektive nga personi në person. Janë përjetime, jo matje biologjike. Pra këtu nuk po themi sa është pH-i i stomakut. Duhet ta kuptojmë këtë. Pra nuk tregohet gjithë kjo ndjesi që ne kemi acid të lartë të stomakut, por nuk tregojmë që mund të kemi dhe iritim ose mund të tregojmë që mund të kemi dhe iritim. Refluksi nuk është një problem mekanik. Pra nuk është një problem mekanik dhe nuk është thjesht një problem kimik. Ai ndodh kur sfinkeri poshtëm i ezofagut nuk mbyllet mirë, ku ka presion nga poshtë, ku ka vonesë në zbrazin e stomakut dhe fermentohet ushqimi, ose nuk ka koordinim të dobët nervor, pra ku kemi nivele të larta të stresit, të ngarkesës, nivelet kortizolit, të gjitha këto do bëjnë që të sjellin këtë lloj probleme. Dhe asnjëra prej këtyre në analizë nuk ka për ta matur nivelin e acidit e kemi të lartë apo jo. Por nëse ushqimi ka për të mbetur gjatë në stomak, do krijojë një presion, se nuk do soptohet mirë, nuk do tretet mirë, do qëndrojë më gjatë, do krijojë fermentim, do prodhojë gazra, do rrisi nivelin e presionit gastrit, patjetër toksina, edhe nivelin e baktereve. Kur presioni shtyn pjesën e përmbajtjes, hapet sfinkeri, shkaktohet refluks, pra nëse kjo ka për të ndodhur. Kështu që nuk mund të themi se kur duket aciditeti apo jo aciditeti apo niveli i acidit në stomak. Niveli pastaj i ilaçeve që ne marrim i antiacideve, ne kujtojmë sepse ato faktikisht ulin irritimin kimik në ezofag. Japin dhe lehtësi të menjëhershme. Mos harrojmë një pjesë e madhe që ka refluks e ka nga ezofagu, nuk e ka nga stomaku. Një pjesë e konsiderueshme, jo të gjithë. Por këto antiacide që mund të japin lehtësim dhe mund të ulin irritimin nuk rregullojnë sfinkerin. Nuk rregullojnë as përtypjen, nuk rregullojnë as tretjen, as brazin e stomakut, as enzimat. Dhe nuk ulin gazrat. Pra ky është një lloj mashtrimi dhe gradualisht trupin ne nuk e kemi rregulluar. Pra nuk kemi kapur simptomat kryesore ose më saktë shkaqet kryesore. Dhe në këtë rast ato do përsëriten dhe do bëhen më keq. Dhe pastaj do fillojnë problemet të cilat ne dim ulçrat dhe sëmundje akoma edhe më të rënda. Pra djegja nuk është provë e aciditetit të lartë. Fryrja nuk është gjithmonë nga ushqimi, këtë duhet ta kuptojnë njerëzit, dhe refluksi nuk është gjithmonë kimik. Shpesh është mekanik. Kur ne duhet të trajtojmë simptomën, atëre pa e kuptuar mekanizmin, rrezikojmë që të ngatrojmë shkakun me pasojën. Baza është për të kuptuar shkakun. Në rast se duhet ta kuptojmë si është aciditeti, mund bëjmë vetë 2 prova në shtëpi, në moment por që nuk janë 100% sigurta, 1 orë e gjysmë pas ushqimit, nëse do pim biokarbonat natriumi dhe do kemi gromësira brenda 1 minute, 2 minuta rresht dhe vazhdim, tregojmë që probabilisht mund të kemi nivel të acidit të lartë në stomak. Në rast se mund të konsumojmë pak limon të shtrydhur dhe e pim dhe na qetësoj stomaku nga refluksi i acid, atëre ne mund të tregojmë pra na kjo dhimbje dhe këto fryrjet apo dhe djegjet, mund të kuptojmë që ne kemi nivel të ulët të aciditetit të stomakut, sepse rrit nivelin e aciditetit në stomak. Po. Tani të arrim tek pjesa kryesore që ka dhe më shumë interes për njerëzit, se duan të dim tani si ta përmirësojmë tretjen. Si mund ta përshpejtojmë tretjen? Disa mënyra, duhet ketë shumë, patjetër shumë mënyra dhe duhet gjetur dhe burimi i shkakut, siç gjithmonë kemi theksuar këtë pjesë, jo vetëm pasojat, por ne duam të dimë si përmirësohet tretja në ç'më mënyrë. Po, atëherë, unë e thash që tretja nuk është thjesht një proces mekanik, por është një proces nervor, hormonal i komanduar nga sistemi nervor autonom. Duhet ta kuptojmë këtë. Në radhë të parë, kur ne kemi nivele të larta të stresit, jemi të nxituar, jemi në alarm në trupin ton, tretja do të çalojë. Në rast se ne nuk kemi qetësi, nuk kemi fokus te ushqimi,
atëre dhe nuk konsumojmë atë ushqim që neve edhe na pëlqen, sepse ka rasti që ne jemi të fokusuar, por ushqimi nuk na pëlqen. Pra nuk na tërheq ai ushqim që ne po konsumojmë, ose nuk ka shijen e mirë, ose nuk është përpunuar mirë, se kemi bërë vetë, mund ta ketë na ofruar dikush tjetër. Atëre studimet kanë treguar që kjo më shumë e dëmton tretjen se sa mundet ta përmirësojmë. Dhe këtu fillon disa nga problemet kryesore. Një tjetër problem është ngrënia pa vetdije. Nëse ne do ham pa vetdije, në një çast saktuar, duke komunikuar, duke folur, duke parë, duke ecur në rrugë, që është shumë e gabuar konsumimi i ushqimit duke ecur, atëre ne do ngadalsojmë dhe do dëmtojmë gjithë procesin e gjithë këtij aspekti të ritmit. Pra, gjithë pjesën e sistemit nervor hormonal të komanduar si proces ne kemi për ta dëmtuar. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Tani si mund ta rregullojmë ne këtë situatë? Këto janë gjëra shumë të thjeshta, praktike dhe individuale. Nuk mundet të japim kura, sepse nuk po flasim për një sëmundje. Kjo që ne folëm nuk është sëmundje. Kjo nuk është një thjesht. Kjo është disbalancim dhe dëmtimi i sistemit tonë. Që kjo ndryshon dhe përkeqësohet dhe me moshën, ëh? Patjetër që ndryshon me moshën, sepse niveli i acidit në stomak fillon dhe ulet. Pra niveli i prodhimit të enzimave, të gjithë elementet patjetër që ndryshon. Dhe me kalimin e moshës, ushqimi duhet të jetë më ngadalt. Duhet të jetë shumë më pak. Ne nuk mund të konsumojmë. Nëse një person është 60 apo 65 vjeç, duhet të konsumojë një herë ose dy herë ushqim gjatë ditës, është maksimumi. Prapë edhe në sasi të vogla. Jo më shumë se kaq. Nëse kalon moshën 65 vjeç, një herë në ditë konsumimi i ushqimit është i mjaftueshëm. Nuk mund të konsumoj si një njerëz. Nëse një fëmijë apo një njerëz mund të konsumoj për ditë një kokë vezë, një person që kalon mbi 40-50 vjeç nuk mund ta konsumoj, se ka shumë probleme të tjera, po edhe në tretje, po edhe në element shtesë. Kështu që tjetër gjë është një person në këtë moshë, arsye dhënve, arsye enzimave, problemeve, lëngjeve të cilët ne kemi gastrite, apo nivelet të aciditetit që kemi, që kanë ndryshuar. Puna është mos abuzojmë me nivelet të antiacideve, që mos dëmtojmë ritmin për typjen dhe të prishim gjithë këto procese, sepse nuk kemi për ta rregulluar dhe vetëm thjesht ne stimulojmë për momentin e parë që mund të krijojmë një qetësi. Por njerëzit kryesore është të hanë ngadalë, të hanë pak, mos hanë sasi të shpejt, mos i hanë të nxehta, mos i hanë gjërat e ftohta dhe të nxehta njëkohësisht, të dinë si të kombinojnë ushqimet dhe vaktet mos janë shumë të rënda edhe në aspektin e yndyrnave, por edhe në aspekte të tjera. Pra duan të bëjnë disa balancime. Kjo është thelbi. Pastaj nëse do futemi të Këto e kemi në dorë, pra këto janë këshilla që ne do t'i zbatojmë praktikisht, edhe me këtë besoj biem dakord të gjithë. Nëse duam të tretet ushqimi, atëherë të zbatojmë këto rregulla. Po diçka shtesë, çfarë mund të përdorim, Altin, për përmirësimin dhe shpejtimin e tretjes? Atëherë për këtë ne duhet të përdorim për shembull 15-20 minuta pas çajin e kamomilit me çajin e mentes. Është nga çajrat më të mirë. Farat e finokut ose çajin e finokut, që përsërisht shumë e mirë. Për një tretje më të mirë, ne duhet të shtojmë nivelin enzimatik, duke konsumuar më shumë papaja dhe ananas, pra nivelin që kanë bromelajn, apo dhe papajinën, të cilat janë enzima natyrale. Ose mund të marrim edhe në formë suplementare në enzima për kohë të shkurtra nëse kemi probleme me tretjen, sepse duhet të kuptojmë një person që do shikoj që do ketë gazra ku konsumon brokolin, ose fryrje, fasule, apo thjerza, bizele, qiqra të kësaj forme, atëherë duhet kuptoj që ai ka disa mungesa të oligosaharideve. Dhe në këtë rast, ai duhet të konsumojë disa enzima për tretje, ose persona që kanë probleme me laktozën, kanë mungesën e laktazës. Kështu që në këtë drejtim, çaji që unë thash është nga më të mirët. Pra çaji mentes me çajin e përzier me çajin e kamomilit, për një qetësi më të mirë, për të shtuar nivelin e probiotikëve, për të qetësuar sistemin nervor, sepse çaji i kamomilit e bën këtë punë, po dhe çaji mentes bën një tretje të mirë. Dhe farat e finokut që janë nga më të mirat. Uthulla e mollës pas çdo vakti do jetë mirë. Nëse është uthull e bërvet, 2 lugë uthull molle pas një vakti do i bëj shumë mirë organizmit në tretjen e saj. Kur rekomandohet uthulla para vaktit? Se ju thatë pas vaktit. Konsumimi, jo edhe para vaktit, por në darkë rekomandohet më mirë para vaktit uthulla, se uthulla ndihmon edhe problemet e gjumit. Është shumë mirë. Por zakonisht unë po flas për vaktin kryesor të drekës, sepse në mëngjes një njeri nuk do konsumoj uthull. Në mëngjes një person mund të konsumoj një gotë ujë që mund të jetë, unë nuk jam dakord për ujin e ngrohtë.
ose të vakët, sepse qelizat tona nuk e përthithin ujin e ngrohtë mirë, dhe e dyta krijojnë dehidratim në trupin tonë duke marrë. Pra e imponojnë trupin që mos kërkojë më ujë gjatë ditës. Dhe ky është një problem. Unë nuk konsumoj personalisht ujë të ngrohtë jashtëzakonisht rrallë, vetëm kur kemi një problem shëndetësor. Unë nuk e rekomandoj që të konsumohet ujë i vakët ose i ngrohtë gjatë ditëve që konsumojnë njerëzit. Uji duhet pihet në temperaturë është një temperaturë që është nga më të mirat, që mund të jetë 10 gradë, 12 gradë, 14 gradë. Pra kjo është një temperaturë, po themi si uji i burimit i konsumuar. Njerëzit kryesisht e konsumojnë në mëngjes esëll ujin e ngrohtë. Po uji i ngrohtë edhe një herë. Qelizat tona e përthithin më shpejt ujin e ftohtë. Kënaqen më shpejt nga uji i ftohtë. Rigjeneron më mirë nga uji i ftohtë. Këtë duhet ta kuptojmë. Nuk është problemi vetëm te detoksifikimi që bëjnë njerëzit se detoksifikuar. Me një gotë ujë nuk bëhet detoksifikimi i trupit. Nuk bëhet detoksifikimi i mëlçisë. Detoksifikimi është një proces, nuk është thjesht dietë apo kushte apo formula të gatshme. Nga ana tjetër, konsumimi i aloe verës në mëngjes e përzier në ujë shumë e mirë, dhe po ashtu dhe mjalti. Mjalti duke pasur rreth 20-22 enzima dhe 31 minerale në formën e vetë, dhe një pjesë të lartë të antioksidantëve, rreth 36 antioksidant, atëre mjalti është nga ndihmuesit më të mirë për problemet e tretjes duke u tretur me ujë. Dhe po ashtu aloe vera është nga efektet më të mira. Dhe ushqimet të cilët ti mundet të rregullosh për shembull me nivelin e probiotikëve natyral. Konsumimi pak kefiri që ti mund ta përziesh me fruta apo ndoshta me të shërën apo me element tjerë apo kanellën, edhe me mjaltin bashkë, pra mund të organizohesh në forma të ndryshme, por këto janë për mëngjesin. Pas drekë thash është më mira që të konsumohet kjo, dhe ose dhe kamomili dhe kjo uthulla, dhe po ashtu dhe edhe në darkë është e mira që të konsumohet para uthulla se të konsumojmë, se darka mund të jetë e lehtë, ose mund edhe mos të konsumohet fare, varet nga persona dhe nga metabolizmi. Nuk mund t'japim kushtet përcaktuar. To janë gjërat më të vogla që mund bëhet. Pastaj, nëse personi ka helikobakter, nëse personi ka disa probleme në stomak, ka refluks acid, ka mungesë të acidit në stomak, ka mungesë enzimatik në stomak, ka probleme të mikrobiomës dhe disbalancimit që mund të ketë zor. Pra mund t'i mungojnë 3-4 bakteret të mira dhe mund të ketë 5-6 bakteret të këqija, mund të ketë kandida, mund të ketë element shtesë për shembull streptokok apo të tjera. Atëre duhet një plan tjetër. Por një regjim të personalizuar për një njerëz që është normal dhe nuk ka asnjë lloj shqetësimi. Pra, për të folur. Tretja vjen për shkak të këtyre faktorëve të jashtëm, siç i tham, ngrënia shpejtë e me radhë. Faleminderit për deri tani, ne do të bëjmë një shkëputje të shkurtër, ndoshta jo dhe shumë të shkurtër, por do të flasim për mollën më pas, sepse dhe ajo besoj të ndikojë edhe tek tretja, po ta pyes pas pak Altinin, do të rikthehemi një herë pas publicitetit.